Në Shqipëri qarkullojnë rreth 1 milion automjete me karburant, po sikur nesër të gjitha të ktheheshin në elektrike, çfarë do të ndodhte? Impakti i parë do të ishte në karburante. Shqipëria importon mesatarisht 700.000 ton çdo vit. Nëse makina do të ishin elektrike, sasia e parave që përdoret për importin e karburantit do të mbetej brenda Shqipërisë. Impakti i dytë do të ishte në të ardhurat e arkës së shtetit. Aktualisht në arkën e shtetit shkojnë rreth 500 milion euro, 300 nga të cilat si akcizë për naftën që importojmë dhe 200 milion euro si takse e qarkullimit që aplikohet mbi karburantin. Nëse flota e automjeteve të Shqipërisë do të ishte 100% elektrike, këto të ardhura do të mungonin. Por kalimi në makina elektrike nuk do të thot humbje, por kalim drejt formave të reja taksimi, investim në energji dhe infrastrukturë dhe madje edhe një mundësi për riformatim inteligjent të buxhetit. Impakti i tretë do të ishte për klimën. Karburanti që konsumojmë çdo vit prodhojnë afërsisht mbi 2 milion ton karbon në vit. Me makina elektrike, kjo sasi nuk do të emetohej dhe përfitimi do të ishte direkt mbi shëndetin publik. Impakti i katërt do të ishte mbi energjinë. 1 milion makina elektrike do të kërkonin rreth 2 deri në 3 terawatt-orë energji në vit. Një sasi kjo afërsisht 25 deri në 35% më shumë mbi konsumin aktual kombëtar. Kjo do të sillte më shumë investime në rrjet, më shumë zhvillim të energjisë diellore dhe të erës dhe qytete më të zgjuara. Pra, makinat elektrike nuk ndryshojnë vetëm mënyrën se si ne lëvizim, por edhe mënyrën se si rritet ekonomia.